Më braktisi nëna, pa më dhënë asnjë puthje, asnjë përqafim. Ajo e dinte shumë mirë që atë ditë do largohej për gjithmonë, kurse unë s'dija asgjë. Të paktën të më kishte dhënë një përqafim të ngrohtë, ta mbaja si kujtim, por jo, asnjë gjë. Vetëm 2 fjalë, do shkoj të takoj Dajon, dhe nga atë ditë mos e pam. Jam një vajzë shumë e vogël nga Maliqi i Korçës. Kam edhe një vëlla 15 vjeç, më të madh se vetja. Një familje shumë e qetë. Babai shkonte shpesh në Greqi për të punuar, sakrifikonte për familjen. Dhe një ditë të mallkuar, nëna më thotë, do shkoj të takoj Dajon. Nga ajo ditë mos e pam. Vetëm kur morën vesh që ajo ishte lidhur me një tjetër. I thira babait, sepse ngelën vetëm. Ai e la punën, erdhi, na lanë në shplan, i lënduar, i raskapitur, i zhgënjyer, na gatuan. Është një baba i përkryer. Edhe ajo ishte një nënë e mirë, por nuk e di pse. Pse e bëri këtë? Si mundi ajo? Të më linte mua që flinim bashkë gjithmonë, kur babi ishte në Greqi. Dua t'i bëj thirrje nënës time dhe të gjitha femrave që para se të bëni nëna, mendohuni mirë, sepse ne si fëmijë nuk u kemi asnjë faj, jemi të pafajshëm. Ajo sot del edhe në rrjetet sociale me partnerin e ri. Nuk dua të bëj emër, nuk dua të them asgjë më tepër, sepse nuk dua ta turpëroj nënën time, sado që më braktisi. Falenderoj Zotin që kam një baba të përkryer dhe që kam afër. Nga nëna ime nuk pres më asnjë gjë. Këto janë fjalët e një vajzë shumë të vogël, që më kanë prekur jashtëmase shumë, dhe edhe unë, mbas shumë mesazheve, mbas shumë video që u kam bërë, po u lë mesazh të fundit, ndoshta edhe mund të vazhdoj akoma, sepse kur vijnë këto mesazhe, acarrohem jashtëmase shumë, prekem. Kur ti s'do fëmijët e tu e dashur, do duash atë tjetrin, u rrëmbeve. Nga se, edhe ti që e mban atë femër, atë nënë, që braktisi fëmijët, mendon se do të doj me vërtet, prite sa të kaloj ky zjarri, dhe doja dëgjosh ka kërimën. Sepse një njeri që nuk do fëmijët e saj, sidomos nëna, nuk ka për të dashur as ty. Fute mirë në mendje këtë. Kam lënë shumë mesazhe, ku edhe u kam bërtitur, u kam bështytur, u kam thënë nga të gjitha fjalët. Kësaj radhe dua ta mbyll me kaq. Një nënë e vërtet nuk i braktis kur fëmijët, kur. Poshtë urës flëm me fëmijët e mi, poshtë plasmasit, kudo që t'jetë me fëmijët e mi, jo me burrat e botës. Ju përshëndes, dhe Zoti u kthjelloft edhe u bekoft, u udhëzoft në jetën tuaj dhe në udhën tuaj.